Që nga pjesëmarrja e saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Ilnisa Golli vazhdon të jetë mjaft e përfolur në mediat roz. Aso kohë, ajo krijoi një lidhje me Meriton Mekiqin, lidhje e cila vazhdoi edhe pas përfundimit të spektaklit, por me sa duket, ata e kanë dhënë fund marrëdhënies së tyre, por kjo nuk e ndaloi Ilnisën të punojë fuqishëm në karrierën e saj. Së fundmi, ajo ka publikuar disa foto ku shihet mjaft e lumtur pranë nënës së saj, e cila shumë herë ka treguar se është mbështetja e saj më e madhe. Për krah fotos, ajo shkroi: "Nëse kjo video të del ty, dërgoja nënës tënde këtë video." Na duhet të themi se Ilnisa Golli është mjaft e angazhuar me projekte të shumta dhe para disa ditësh ajo përfol për një lidhje dashurie me Attila Kardesh. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.